Jonathan Hagert dhe firma e tij, kjo bluzja e ka verën 10.000 euro për momentin. Mirë se erdhët përsëri në Noisy Round. Ka kaluar rreth 1 muaj që nga episodi i fundit dhe shumë për ju që keni pyetur veten se pse kemi munguar, a mos ndoshta u dorëzuam kaq shpejt? Përgjigjja është jo. Përkundrazi, ky ka qenë një ndër muajt më intensiv që kemi kaluar ndonjëherë. Shumica për ju na keni ndjekur në Instagram çdo ditë dhe keni parë nga afër se çfarë kemi bërë këtë kohë. Vetëm 30 ditët e fundit kemi arritur të mbledhim 2.9 milion shikime në Instagram, gjë që do të thotë që puna jon po ndiqet dhe po admirohet gjithnjë edhe nga më shumë njerëz. Kemi patur vizitorë nga shumë shtete të ndryshme të botës, Francë, Gjermani, Angli, Filipinë, Norvegji, Kolumbi, Itali dhe shumë vende të tjera. Gjatë këtij muaji kemi marrë pjesë në kampionate jashtë Shqipërisë, kemi zhvilluar seminare me kampionin e botës në Muay Thai dhe më kryesorja nuk e kemi shkëputur stërvitjen asnjë ditë. Një nga arritjet më të rëndësishme të kohëve të fundit është bashkëpunimi me organizatën e Muay Thai Social Club, e cila ka si qëllim bashkimin e të gjithë palestrave anë mban botës ku zhvillohet arti marcial i Muay Thait, dhe kjo nuk është vetëm një arritje për akademinë tonë, por dhe për të gjithë sportistët e Shqipërisë, të cilët mund të kenë një portë të hapur më shumë për të vazhduar karrierën e tyre jashtë Shqipërisë dhe për të qenë pjesë e seminareve dhe eksperiencave më të mëdha. Në këtë episod do flasim për gjithçka që kemi kaluar gjatë këtij muajit, do flasim për eksperiencën e kampionatin ndërkombëtar, do flasim për seminarin me kampionin e botës, për rëndësinë e bashkëpunimit me Muay Thai Social Club dhe planet për të ardhmen. Në fund të fundit, Noisy Round nuk është vetëm emri i këtij podcasti, por dhe mënyra jone jetesës. Përse u zhduk Noisy Round për një muaj? Me të vërtet, Noisy Round pati një pauzë për rreth një muaj, por Tirana Sport Academy nuk është ndalur. Gjatë kohëve të fundit kemi marrë pjesë në kampionatin ndërkombëtar, i cili zhvillohej në Maqedoni, ku ekipi jon ngaroi në 3 disiplina të ndryshme, boks, kickboks dhe MMA. Ishte një kampionat shumë i bukur, kemi marrë shumë eksperjenca, jemi servitur shumë dhe kemi treguar anën tonë më të mirë. Mbasi na erdhi ftesa nga ekipi i Tetovës, ne e hodhëm postimin në rrjetin tonë social dhe përveç sportistëve tanë, i dha mundësinë të gjithë sportistëve kudo që ndodheshin, që kishin dëshirë të testonin veten, të merrnin pjesë në emrin e akademisë sonë. Patëm shumë mesazhe, por vetëm 5 persona ishin serioz, kontaktuan me ne, shkëmbyen video, ato 3 stërviteshin në palestra të tjera. Lam takimin te palestra jon, erdhën, u testuan, kishin vetëm 2 javë kohë për të stërvitur, vazhduam progresin, punuam shumë dhe erdhi dita e kampionatit. Vajtëm në qytetin i cili zhvillohej kampionati, në Tetov, u bën intervistat, peshimet, ishim ose gati. Ditën tjetër zhvillohej kampionati, i cili ishte ndarë në 2 pjesë. Pjesa para dite ishin amatorët dhe pjesa mbas dite ishin profesionistët. Mbas mbarimit të pjesës së parë, në fund, vazhduan dhe ndeshjet e MMA-s, ku do garonin 2 sportistët e mi. Ndeshja e parë ishte më e qetë, çdo gjë ishte në kontroll, ne ishim servitur shumë, kishim bërë shumë plane, skica, e dallonim kundërshtarin në sy, e dinim çdo lëvizje të tij, e kishim programuar çdo gjë dhe doli me fitoren e sportistit ton me vendim të gjyqtarizmit. Gjyqtarizmi ishte perfekt, ishte i vetmi kampionat ku ishin 3 gjyqtarë, të 3 nga 3 shtete të ndryshme. Kjo ishte diçka shumë e mirë, pasi asnjë nga trajnerët nuk u ankua duke thënë që sportisti im meritonte, jo po fitoja ishte e padrejtë. Ishte një nga kampionatet më të bukur dhe të mirë organizuar që ne kemi marrë pjesë ndonjëherë. Më pas, mbasi mbaroi ndeshja e parë, sportisti tim, nga adrenalina e fitores, na erdhi një ofertë për të realizuar një ndeshje të dytë, gjë që ne e pranuam pa diskutim, sepse ishim përgatitur shumë mirë për këtë moment. Dinim çdo strategji, e kishim çdo gjë nën kontroll. Ndeshja e dytë ishte pak më e vrrullshme, pasi ishim goxha të nxehur nga ndeshja e parë. Patëm shumë kontakt, punching, kicking
dhe përfundoi në një submission i cili i dha fitoren e 2 sportistit tonë. Vazhdoi ndeshja e dytë. Ndeshjen e dytë, sportisti jon realizoi një round të parë të jashtëzakonshëm, pati pak më shumë vrull se ndeshja e parë, u shkëmbyer më shumë grushta, shkelma, pati ground dhe mbaroi në një ground punching nga sportisti jon. Dhe në raundin e dytë, sportisti kundërshtar realizon 2 goditje të jashtëligjshme, gjë që ndalohet ndeshja dhe merret diskualifikimi. Më pas ishte pushimi dhe vazhduan ndeshjet e tjera, ku ishte ndeshja e boksit, e cila me bashkëpunimin e të dy ekipeve u lejua vetëm një round. Ishte një ndeshje shumë e bukur, e fortë, dhe më vonë ishte main eventi kickboxing, ku sportisti i cili garoi në emrin e ekipit tonë kishte udhëtuar 1000 kilometra nga Greqia në Shqipëri dhe nga Shqipëria në Maqedoni për të realizuar këtë kampionat, për të dhënë një mundësi vetes, dhe nuk ishte si shkonte ndryshe, pas 2 raundeve vërtet shumë të fuqishëm, ai merr një fitore të ngushtë në vendim të gjyqtarizmit, por jo të pamerituar. Ishte një ndeshje shumë e bukur, ne presim rematch nga kjo ndeshja, pasi edhe kundërshtari nuk mbetej mbrapa, ishin 2 luftëtarë të vërtetë. Më vonë, ne marrim pjesë në seminarin me kampionin e botës, Jonathan Hagert, i cili garon në një ndër kompanitë më të mëdha fighting në botë, One Championship, i cili ka qenë 2 herë kampion i 2 divizioneve të ndryshme, një legjend e sportit të Muay Thait. Kampionati zhvilloi në Vlorë, kemi mësuar shumë eksperienca të reja, ishte diçka e papërshkrueshme me fjalë, një ndjenjë e madhe për ne që kishim përballë një kampion të niveleve të tilla, një eksperiencë shumë e madhe për ne si ekip dhe për sportistët e mi që çdo ushtrim që unë e mora në atë seminar e transmetoj tani në palestrën time. Një mjeshtër i vërtet nuk ndalon kurrë së mësuari. Në seminarin me Jonathan Hagert mësova se sa i fuqishëm jam, sa rëndësi kanë pjesët e trupit tim dhe se si duhet i përdor ato me mençuri dhe me dinakëri. Pra ka qenë një muaj shumë i bukur për ne, kemi marrë shumë eksperienca, kemi mësuar shumë, jemi përgatitur shumë, jemi servitur shumë, nuk kemi ndaluar asnjë moment, ndoshta ju duket sikur kemi qenë pushim, por është komplet e kundërta. Nëse do ta përmbledhje gjithë këtë muaj me një fjalë, cila do të ishte? Progres. Çfarë ka ndryshuar tek Tirana Sport Academy brenda këtij muaji? Asgjë nuk ka ndryshuar, ne jemi po të njëjtët, thjesht më të stërvitur dhe më të mësuar. A e prisni që aktivitetet tuaja të arrinin 2.9 milion views brenda 30 ditëve? Sigurisht që po. Çfarë do të thotë për ju që puna juaj po ndiqet nga kaq shumë njerëz? Për diçka shumë e bukur për të përshkruar, ekipi jon po punon fort që ne të lëmë gjurmë në historinë e sporteve luftarake. Le të flasim pak për pjesën e parë që përmendet, kampionati ndërkombëtar. Ku është ndryshimi mes kampionateve që ndodhin jashtë dhe atyre brenda Shqipërisë? Mbas publikimit të videos tonë të fundit në podcastin Noisy Round 3, ne u shprehem se sportistët duhet i hiqet pagesa e kampionatit dhe trajnerët duhet të jenë më serioz dhe më të certifikuar për punën që marrin. Dyja këto pika u zbatuan nga kampionati i Maqedonisë, ku asnjë nga sportistët tanë nuk pagoi asnjë tarifë për kampionatin që po zhvillonin dhe gjyqtarët ishin mëse të specializuar në punën që ata kryenin. Siç e përmenda, ishin 3 gjyqtarë nga 3 shtete të ndryshme dhe nuk kishin asnjë lidhje me njëri tjetrin në vendimin e fituesit. Çfarë mësuan sportistët e tu nga këto përballje? Përballjet ishin goxha të vështira, të bukura, ata fituan shumë eksperiencë dhe jam shumë i lumtur për rezultatet e sportistëve të mi dhe për punën e tyre të palodhshme dhe të guximshme. A pati ndonjë humbje që në fund e konsideroni më të vlefshme se një fitore? Po, ishte ndeshja e dytë e MMA-s,
e cila mbaroi në skualifikim. Sportisti jon me të vërtetë u dëmtua nga goditja jo e lishme e kundërshtarit, ama ai mësoi shumë, mësoi se si është të ndeshësh në kafaz, mësoi emocionet, adrenalinën që kanë ndeshjet, fitoi një eksperiencë shumë të madhe dhe siç i them të gjithëve, një kampionat është i barabartë me 5 muaj stërvitje, kështu që testoni veten, shikoni ku i keni gabimet, shikoni sa jeni stërvitur, sepse aty është vendi ku ti shikon rezultatet që ke marrë. Kampionati është komplet gjë ndryshe nga stërvitja në palestër, pasi aty je me shok, me miq, në kampionat je ti dhe kundërshtari. Cili ishte momenti më i fortë që përjetuat gjatë këtij kampionati? Ishte ndeshja e fundit e kickboksit, i cili sportisti jon kishte udhëtuar 1000 kilometra për këtë ndeshje. Kishim të gjithë shumë emocione. Unë e di se si ndihen sportistët para ndeshjeve, sepse kam qenë vetë një sportist i tillë dhe trajner, i di këto emocione, po mundohesha të qetësoja sa më shumë sportistët, t'i jepja sa më shumë zemër, kurajo, t'i tregoja pikat ku duhet të fokusoheshin dhe jo ta shpërqendroja me tema të tjera. Pas dy raundeve vërtet shumë të fuqishme, sportisti jon arrin të rrëmbej një fitore të merituar me vendim të gjyqtarëve dhe kjo i jep atij një vlerë shumë të madhe për karrierën që ai do ndjeki. Çfarë duhet të ndryshojë një sportist shqiptar që dëshiron të marrë pjesë në kampionate ndërkombëtare? Përgatitja është gjëja kryesore, guximi dhe mentaliteti të testoj veten, mos të digjet kot duke harxuar kohë në palestër, duke bërë të njëjtën gjë për ditë, por të guxoj, të provoj se sot vetëm me një kërcitje gishtash mund të ndryshoj jeta. Tani na tregoni pak si shkoi kampionati. Kampionati ishte një eksperiencë shumë e bukur për ne, pasi ishte era parë që dilim jashtë territorit të Shqipërisë. Ne na erdhi ftesa nga ekipi i Tetovës për kampionatin e kickboksit dhe MMA-s, postuam njoftimin në rrjetet tonë sociale dhe përveç sportistëve tanë i dha mundësinë dhe sportistëve të tjerë të garojnë emrin e akademisë tonë, pasi ka shumë sportistë që stërviten aty dhe nuk i jepet mundësia për të provuar veten në kampionate të ndryshme. Pasi palestrat e mëdha fokusohen më shumë te sportistët me më shumë eksperiencë dhe elitar. Dhe sportistët e rinj janë gjithmonë ata sportistë që rrinë te fundi i palestrës te thesi i tyre i preferuar. Patëm shumë telefonata dhe mesazhe nga shumë sportistë që donin të testonin veten, vetëm 5 ishin serioz. 2 nga sportistët që do karonin për MMA stërviteshin në palestrat e kryeqytetit. Ata erdhën në palestrën tonë, kontaktuam, folëm, diskutuam për kampionatin, kishim vetëm 2 javë kohë dhe njëri prej sportistëve vazhdoi stërvitjen me ne. U stërvitëm për rreth 2 javësh dhe bëm shumë skema në kokë, mësuam lëvizjet bazë që na duhen, ndërsa sportisti tjetër vazhdoi rutinën e tij. Erdhi dita e kampionatit. Mbasi mbaruam intervistën, peshimet, të nesërmen ishim gati për të vazhduar kampionatin, i cili u nda në 2 pjesë. Paradite ishin sportistët amator dhe mbas dite ishin sportistët profesionistë. Mbas mbarimit të pjesës së parë, vazhdoi garat e MMA-s, ku sportisti i cili stërvitej në akademinë tonë realizoi një ndeshje të shkëlqyer, duke e patur gjatë gjithë kohës në kontroll situatën. Arritëm të lexonim çdo lëvizje të kundërshtarit, ishim shumë të përgatitur pasi ishim stërvitur shumë për këtë moment dhe arritëm të marrim një fitore me vendim të gjyqtarëve. Gjatë adrenalinës së fitores, në atë moment na erdhi dhe një kërkesë për të realizuar një ndeshje të dytë. Ne padyshim pranuam, ishim të përgatitur shumë për këtë moment, ishim stërvitur shumë, arrinim të lexonim lëvizjen e çdo kundërshtarit vetëm duke e parë në sy dhe pranuam ndeshjen e dytë. Ndeshja e dytë ishte pak më e vrrullshme se ndeshja e parë. Shkëmbye më shumë grushta, kishte më shumë goditje dhe arritëm ta përfundojmë me një submission duke rrëmbyer fitoren e dytë brenda natës. Ishte një eksperiencë shumë e bukur për ne, për sportistin tim, i cili kishte për të parë që garonte, për aq pak kohë sa ne u stërvitëm, arritëm të japim një performancë shumë të bukur. Ndërsa sportisti tjetër dha një performancë jashtëzakonisht të bukur raundin e parë, ku e mbylli me një ground dominim dhe në raundin e dytë
ndeshja u anulluar për shkak të sportistit kundërshtar i cili realizoi 2 goditje të ndaluara dhe mjeku vendosi që ndeshja të ndërpritet. Më pas ishin ndeshjet profesionale të boksit dhe kickboksit. Ndeshja e boksit u la në një bashkëbisedim mes dy ekipeve vetëm për një raund. Ishte një ndeshje shumë e fortë, shumë e bukur, të dy sportistët dhanë maksimumin e tyre dhe erdhi ndeshja e main eventit, ndeshja e kickboksit. Ishin 2 raunde shumë të forta nga të dy sportistët dhe përfundoi me fitoren e sportistit ton me vendim të gjyqtarizmit, pasi ishte shumë e bukur dhe të dy sportistët e shtyn veten deri në limite. Nga kjo ndeshje na kërkuan një rematch, gjë që ne e pranuam pa diskutim, dhe kështu mbyll kampionati me 3 fitore, një ndeshje të anulluar dhe një humbje. Jam shumë i lumtur për rezultatin e ekipit tim. Jam shumë i lumtur për ekipin tim që guxon dhe konkuron në çdo kampionat që zhvillohet në rajonin shqiptar. Ne kemi vetëm një vit në treg dhe kemi marrë pjesë në 11 kampionate brenda dhe jashtë shtetit. Të kalojmë te pjesa tjetër, seminari me kampionin e botës. Si u krijua mundësia për të bërë një seminar me kampionin e botës në sportin e Muay Thai? Mundësinë e realizuan çunat e ekipit të Vlorës, Lamaj Muay Thai Albania, që i përshëndesim shumë. Ata e bën të mundur ardhjen e kampionit të botës, Jonathan Hagert, në Shqipëri dhe realizimin e këtij seminari kaq të madh dhe të veçantë për shtetin tonë. Cila ishte gjëja më e rëndësishme që mësuat prej tij? Arrita të njoh aftësitë e mia, mësova forcën e trupit të njerëzit, mësova si mund të kontrolloj gjymtyrët e mi total, mësova sa e rëndësishme është lëvizja e këmbëve në dy luftim, kontrolli i territorit dhe sa e rëndësishme është psikologjia e kundërshtarit, si ta njohësh atë dhe të parashikosh lëvizjet që ai do bëj. A ka ndonjë teknik apo mënyrë shërbitje që ju ka bërë veçanërisht përshtypje? Po, ishte disiplina, pasi në atë seminar ishin pothuajse mbi 100 sportistë nga çdo cep i botës, kishte polak, francez, spanjoll, anglez, amerikan, dhe të gjithë ishin në një disiplinë, të gjithë merrnin vesh me një komandë dhe të gjithë kishin ardhur aty për të mësuar. Çfarë kuptuat pasi u stërvitët me një kampion të atij niveli? Kuptova që sa e rëndësishme është për trajnerët që mos ndalojnë kurrë së mësuari, gjë që t'i bëjnë sportistët e tyre akoma me nivel më të lartë për garat që ata do të kenë. Sa e rëndësishme është për një trajner që të vazhdojë gjithmonë që të jetë edhe nxënës? Një trajner i mirë nuk ndalon kurrë së mësuari. Tani kemi një lajm shumë të madh. Si lindi bashkëpunimi me Muay Thai Social Club? Muay Thai Social Club është një organizatë Muay Thai e cila mbledh të gjithë palestrat anë mban botës për të përfaqësuar në një komunitet të vetëm. Ata na kontaktuan në rrjetin tonë social dhe patëm një vizitë të tyre në palestrën tonë, mbasi pan harmoninë, disiplinën dhe servitin që ne bënim, ram dakord që ne të bëhemi përfaqësuesit e tyre në Shqipëri. Kjo i jep sportistëve një rrugë shumë të madhe për të vazhduar karrierën e tyre si brenda dhe jashtë vendit, për të patur seminare, për të krijuar eksperienca të reja, do krijohen kampionate, do ketë guida të cilat do t'i çojnë sportistët për t'u servitur në Angli, në Tajland, në Japoni dhe në shumë vende të tjera. A mund të shohim në të ardhmen sportistë shqiptar që marrin pjesë në aktivitete ndërkombëtare nëpërmjet këtij rrjeti? Sigurisht që po, kjo është pika jonë kryesore të cilën kemi rënë dakord që të kemi sa më shumë angazhime të sportistëve tanë në kampionate ndërkombëtare, më shumë eksperienca, më shumë seminare dhe të ngrejmë emrin e Shqipërisë sa më lart në botë. A është ky vetëm fillimi për një projekt më të madh Muay Thai në Shqipëri?
Po, ne sa po ja kemi nisur, kemi rënë dakord që të marrim një projekt akademik Muay Thai, siç e zhvillojmë me Taekwondo, ku sportistët do kenë certifikatat, ndrimin e gradave, konkurimet si brenda dhe jashtë shtetit dhe të fitojnë sa më shumë atë disiplinë kaq e bukur. Puna që nuk shihet. Sa herë në javë stërviten momentalisht sportistët tuaj? Sportistët e mi janë me nivele, ka sportistë që stërviten 3 herë në javë, 5 herë në javë, 6 herë në javë, por ka dhe sportistë që stërviten përtej palestre dhe shkon 7 herë në javë. Njerëzit shohin vetëm video dhe medaljet, por nuk e din asnjëherë sa punë shihet pas një kampionati. Kur marrim njoftimin për kampionatin, gjendja jonë emocionale ndryshon totalisht. Ne jemi të përgatitur gjithmonë, jemi ekipi i parë që telefonohet kur organizohen kampionate, sepse jemi gjithmonë gati. Ne servitemi çdo ditë, nuk servitemi vetëm për ditën e kampionatit, por jemi gjithmonë gati për çdo mundësi që na ofrohet. Çfarë ju motivon të vazhdoni edhe kur jeni të lodhur? Pasioni i madh që kam për këtë sport, për t'i dhënë brezit të ri një mundësi që mua nuk ma dha askush kur isha si ta. Çfarë vjen më pas? Ku do jetë Tirana Sport Academy pas një viti nëse eci me këtë ritëm? Në majat më të larta të kampionateve botërore. Pyetja e fundit. Ku do ta shohim Noisy Rounds në episodin e 10? Noisy Rounds do jetë gjithmonë i njëjtë, do jetë podcasti i vetëm në Shqipëri, i cili flet për sportet luftarake, të vërtetat e tyre, çfarë ndodh në kampionate, çfarë ndodh me sportistët, dhe ky është vetëm fillimi i një rrugtimi shumë të gjatë. Nëse je sot në fillim të rrugëtimit tënd dhe askush nuk besonte ti, çfarë do t'i thuash? Në këtë jetë ka dy lloj njerëzish. Ata që shohin dhe ata që shikohen. Ju zgjidheni vetë vendin se ku jeni. Shumë i fortë, Mira. Mbaruam? Po. Hajde.